Almanaku. On this day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. 1782, Britania njeh paraprakisht pavarësinë e Shteteve të Bashkuara gjatë bisedimeve në Paris, të cilat përfunduan pas një viti me njohjen e plot përfundimtare të shtetit të ri në hemisferën perëndimore. 1912, Durrësi pushtohet nga trupat serb, ushtarët futen në det me gjithkuaj, duke bërtitur rroft deti serb. 1964, u themelua Universiteti i Patrasit. 1966, Barbadosi mori pavarësi nga Mbretëria e Bashkuar. 1967, Jemeni mori pavarësinë nga Mbretëria e Bashkuar. 1989, antari i bordit të Deutsche Bank, Alfred Herrhausen, vritet nga një sulm me bombë nga Red Army Faction. 1989, Richard Mallory, nga Palm Harbor, Florida, bëhet vrasës serial. 1995, përfundimi zyrtar i operacionit luftarak Desert Storm. 1998, Deutsche Bank njofton për marrëveshjen me vlerë $10 miliard amerikan për blerjen e Bankers Trust, duke krijuar institutin më të madh financiar në botë. 2004, Lion Air Flight 538 u udhëzua në Surakarta, Indonezi dhe la të vdekur 26 njerëz. 2011, ndërron jetë Leka Zogu i parë, Leka Zogu i dytë, në bazë të statutit mbretëror të 1928-s, shpallet pretendenti fronit mbretëror të shqiptarëve pas vdekjes së të atit. 2013, si pasojë e një aksidenti automobilistik, ndahet nga jeta aktori i famshëm amerikan Paul Walker.